kur e kam dëgjuar këtë lajmin, domethënë Lili, këtë robotin Neo, faktikisht e shikoj, domethënë se e shikoj avancimin e teknologjisë më së miri. Se ky është një kompani amerikane që e ka krijuar, është një tip humanoidi utilitar, domethënë një robot shtëpiak shumë interesant, Neo, që ja kishin vendosur dhe emrin, që realisht bënte punë të shtëpisë. Domethënë që mund të gatuante, që mund të pastronte shtëpinë, që mund të lante në lavatriçe, madje edhe që mund të paloste rrobat, mund të kuroste rrobat. Ku ka më bukur, domethënë, që të kesh një robot shtëpie që t'i vinë ndihmë gruas, domethënë, megjithëse faktikisht gratë duhet i mbajnë mirë, sepse gratë lodhen me fëmijët, jo gatuajnë, jo lajnë shplajnë, jo pastrojnë shtëpinë etj, kanë goxha përgjegjësi në raport me ne meshkujt. Kështu që do ishte shumë fantastike, domethënë, që është shumë fantastike që një robot humanoid i tillë është krijuar që t'i vinë në ndihmë gruas në familje.